Zakonisht vizitorët që zgjedhin të qëndrojnë vetëm pak orë në Durrës, kryesisht ato të paradites, harrojnë se ky qytet ka hijeshin e tij edhe në mbrëmje, ku lëvizjet e qytetarëve vijojnë deri në orët e vona. Teksa na shoqërojnë pamje që e vërtetojnë këtë, le të japim edhe disa të dhëna të tjera për këtë qytet. Durrësi është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri, shtrihet në pjesën qendrore të ultësirës perëndimore shqiptare. Buzëdetit Adriatik, rreth 37 km në perëndim të Tiranës. Ai ndodhet 44 km në perëndim të Krujës, 110 km në jug të Shkodrës dhe 123 km në veri të Vlorës. Ai është qyteti më i lashtë në Shqipëri. Gjetjet arkeologjike pranë Kepit të Palit, 8 km në veri të qendrës aktuale, na tregojnë për një vend banim të themeluar që në periudhën e Neolitit të vonë, nga një popullsi e panjohur, e cila përdorte materiale të importuar nga ishu i Cikladës në detin e Gjë. Burimet historike, veçanërisht ato të periudhës romake dhe bizantine, na japin një histori të pandërprerë të Durrësit, të paktën që nga epoka e bronzit të vonë. Sot Durrësi është qyteti i dytë më i rëndësishëm në Shqipëri për nga ekonomia dhe demografia. Sipas censusit të vitit 2011 në territorin e Bashkisë së Re, Durrës banojnë 175.110 vetë, ndërsa sipas regjistrit civil të vitit 2021, popullsia rezidente është 299.989 banor. Qyteti është qendra e prefekturës dhe qarkut të Durrësit. Ekonomia e qytetit ka si bosht kryesor portin. Porti i Durrësit, më i madhi në vend, ndodhet përballë porteve italiane të Barit, 220 km, dhe Brindisit 150 km, dhe siguron lidhjen detare me të gjitha destinacionet kryesore në detin Mesdhe dhe Mëgjër. Aty përpunohet mbi 90% e të gjithë volumit të ngarkim-shkarkimeve portuale në rang vendi. Durrësi është gjithashtu nyja infrastrukturore më e rëndësishme e Shqipërisë, pasi lidh jugun e vendit me veriun dhe gjithashtu është pikë nisja dhe pikë mbërritja e të gjithë rrjetit të hekurudhës shqiptare.